Ngjarja e rëndë ndodhur pas mesnate në bulevardin Ismail Qemali, ku humbi jetën një 17 vjeçar, ka tronditur qytetin e Vlorës dhe ka rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë rrugore. Të pyetur nga Blu Televizion, qytetarët shprehen se ndihen gjithnjë e më të pasigurt në rrugë, sidomos gjatë orëve të natës. Ata thonë se shpejtësia e lartë, mungesa e sinjalistikës dhe kontrollit të policisë janë kthyer në rrezik të përditshëm për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve. Sipas tyre, shkruaj që autoritetet të ndërhyjnë me masa më të ashpra ndaj atyre që shkelin rregullat e qarkullimit. Por në aspektin e përgjithshëm, nga çfarë shohim në televizor e gjëra kështu, pasiguria është totale në lojë. Nuk është problemi aty, problemi është mundësia. Duhet të rregulluar mundësia nuk është një vegël për që nga këtu e shon atje, po do një punë shumë të madhe. 50%. Se nuk zbatohen rregullat. Pa tjetër, sidomos për të deurit dhe pa përgjegjësit do të ashpërsohet. Kjo është, duhet bërë vizimet, duhet parë që ku jepet patenta se sa të aftë janë dhe si jepet. Kjo është arsyeja për mendimin tim. Lore shumë pak, do me thënë, s'ka fare, me pak fjalë. Po, ka ndodhur një aksident, po, pikërisht mu këtu, dhe ka qenë shumë i rrezikshëm edhe në gjatë nuk respektohen fare rregullat e qarkullimit. Po, duhen shpërsuar më shumë. Nuk më ka ndodhur ndonjë gjë të sigurt. Edhe shumë të sigurt jo, po ka makina plot, makina e motorra e heci me shpejtësi. Edhe shumë faj s'kan makinat. Sepse njerëzit nuk i respektojnë rregullat e qarkullimit. Duhet bëhet shkolla që të respektojnë rregullat e qarkullimit. Këtu është rrugë e bicikletave dhe kalojnë njerëzit pa problem fare. Vjen bicikleta s'ka nga kalon bicikleta. Vijat e bardha nuk i zbatojnë. Gjuna, më këputet shpirti mirë ata. Gjuna, 17 vjeç fëmijë pa filluar jetën. Mirë ajo nën. Ligj. 17 vjeç në këtë vend dëroi jetë pasive të klasë. Të çoj ligjin. Duhet ligj më jashtë. Duhet ligji të shikoj kush i ka shpejt. Unë e shkon të rrugën këtu. Ishin parkuar të gjitha makinat, ka shkputur një makinë që këtu aty për te, kemi në gjithë mbesën, ishim gati. Mos ishim. Mrekulli. Se njerëzit në pamendje. Nuk kanë edukatën, nuk kanë të rit njerë janë zero edukata. I pasigurt. Jo unë, po të gjithë. Sepse unë kaloj në vijat e bardha, i thot, kalon në vijat e bardha. Vijat e bardha vijat janë. Kështu që gjithmonë njerëzit duan të identifikojnë veten e tyre. Edhe kush e ha. Ju kanë rrezikuar në sigurisht na kanë siguruar, po çfarë themi, dhe ata mund të kenë problemet e tyre, hallet e tyre, po gjithmonë kalon në drejtuesit që shkaktojnë aksidente. Keqë nëna jote asnjëherë nuk rregullojnë këto punë. Kështu që duhet një kohë e gjatë për këto gjëra. Banorët theksojnë se vetëm përmes disiplinës dhe ndëshkimit real të shkelësve mund të parandalohet humbja e jetëve të tjera në rrugët e qytetit të Vlorës.